Përpara se të fillojmë me dëshminë e dëshmitarit, është një aspekt paraprak që dëshiroj ta trajtoj. Është një urdhër me gojë, pra që dua t'jap. Së pari, dje gjatë seancës trupëgjikues shënoi 3 faqe të materialit DHT-03-918, DHT-03-940 për identifikim dhe numrin përkatës P04-508. Materiali përkatës është një intervistë në fakt me Wolfgang Petrich, që është marrë nga një libër. Mbrojtja tha që të kundërshton pranimin e materialit sepse sipas tyre është një pretendim i ri në thelb dhe pretendimi apo akuza është në kundërshtim me argumentat e ZPS-së, veçanërisht është në kundërshtim me materialin e ZPS-së që ka numrin P02094. Mbrojtja tha që pretendon se nuk janë njoftuar në kohë dhe ZPS-ja në këtë fazë të procesit nuk duhet të dalë me një argument të ri që është në kundërshtim me argumentat e tyre të mëparshme. ZPS-ja u përgjigj se kundërshtimi është i pabazë, sepse dëshmitari e trajtoi çështjen e shkëmbimit të burgosurve, përfshirë dhe cili prej UÇK-s ka marrë pjesë në takimet gjatë këtyre shkëmbimeve, dhe këtë e bëri gjatë pyetjeve të palës thirrse, edhe prandaj është krejt normale që ata të kërkojnë pranimin e materialit. Fakti se materiali pranohet si dëshmi nuk nënkupton se materiali pasqyron pozicionin e ZPS-së në mënyrë përfundimtare. Gjithashtu, dy dëshmit e dy materialeve nuk e përjashtojnë njëra tjetrën në mënyrë ekskluzive, edhe materiali i është dhënë ZPS-së nga mbrojtja e Thachit, kështu që nuk mund ta nxirrnin më herët, nuk mund ta kërkonin për pranim më herët. Fillimisht trupëgjikues vëren se materiali është nxjerrë në listën e materialeve të mbrojtjes së Thachit më 20 maj 2024, pra dhe ka qenë i disponueshëm për palët det pjesëmarrësit. Sidoqoftë, trupëgjikues vlerëson se materiali është relevant sa i takon njohurive që kanë pasur akuzuarit dhe nëse ka marrë pjesë në negociatat për personat që mbaqet të ndaluar. Së pari, trupëgjikues nuk pajtohet me pretendimin e mbrojtjes së Thachit se përmbajtja e këtij materiali është domosdoshmërisht kundërshtim me materialin që është me numër P02094. Veçanërisht trupëgjikues vëren se thirrjet duket se janë mbajtur në data të ndryshme dhe kanë qenë me persona të ndryshëm dhe të dyja thirrjet në fakt kanë ndodhur në realitet. Trupëgjikues vëren në tej se përputhshmëria apo natyra kontradiktore e këtij materiale me prova të tjera që janë pjesë e provave gjyqësore duhen vlerësuar në tërësinë e tyre dhe kjo do të bëhet në fund të gjykimit. Sa i takon autenticitetit, trupëgjikues është i bindur se intervista është autentike prima facie. Është një pjesë e një libri që është botuar, që përmban prejardhjen, datën, autorin dhe emrin e të intervistuarit. Faqet të tjera të këtij materiali tashmë janë pranuar si prova gjyqësore dhe kanë marrë numrin 1D00147. Sa i takon vlerës provuesi, trupëgjikues është bindur se dëshmitari ka dhënë kontekst të mjaftshëm. Sa i takon dëmit që shkakton mbrojtjes, trupëgjikues vlerëson se është e rëndësishme të trajtohet fakti që mbrojtja e Thachit kundërshton për faktin se nuk janë njoftuar në kohë. Trupëgjikues vlerëson se mungesa e pretendimit se zoti Thaçi supozohet se ka marrë pjesë në procesin e lirimit të disa të burgosurve, gjendet e përcaktuar në dosjen gjyqësore në kundërshtim me pretendimin e mbrojtjes së Thachit, për faktin se ZPS-ja ka tërhequr dëshmitar që mund t'i kishte përdorur për të pranuar këtë material, nuk mund të kuptohet si fakt që ZPS-ja ka dashur të manipulojë argumentat e veta. Trupëgjikues vëren në tutje se mbrojtja e zotit Thaçi ka pasur njohuri dhe ka dieni për pjesëmarrje në negociatat për person ndaluar. Në këtë aspekt, trupëgjikues udhëzon palët e pjesëmarrësit që ndër të tjerë materialet P01091, P01092, 02094 edhe të shohin po ashtu provat e dëshmitarit 04147. Më konkretisht bëhet fjalë për transkriptin 14011. Pra këtu mund të gjendej materialin përkatës.
Rrjedhimisht trupëgjykues nuk pajtohet me mbrojtjen e thatësisë së këtij material, në thelb është një akuzë e re apo një pretendim i ri dhe se nuk janë njoftuar në kohë dhe se kjo ju atyre ju shkakton të cënim. Lidhur me këtë pikë, trupëgjykues vëren se ka qenë pikërisht mbrojtja e thatësisë që ka nxjerrë dëshmi nga dëshmitari 008 lidhur me këtë aspekt. Prandaj është krejt e drejtë për palën kundërshtare ta trajtojë këtë aspekt me dëshmitarin për sa kohë është relevante për argumentat e tyre apo për provat e tyre. Rrjedhimisht me që palët kanë pasur shansin t'i bëjmë pyetje dëshmitarit lidhur me këtë material, trupi gjykues është i bindur se vlera provuese prima facie e këtij materiali nuk zhbohet nga efekti cënues. Kështu që trupi gjykues konstaton se materiali me numër provizor P04508 përmbush kriteret e rregullës 138 dhe pranon provat faqet përkatëse si prova gjyqësore. Duke mbajtur parasysh se faqet e këtij libri, disa faqe të këtij libri janë pranuar si prova gjyqësore, trupi gjykues udhëzon që materiali P04508 t'i bashkëngjitet materialet 1D00147 dhe i kërkon sekretarisë së seancës që të heqë numrin e përkohshëm të kësaj prove. Me kaq mbyllim urdhrin e parë dhe të vetëm me gojë për sot. Tani do të vazhdojmë me pyetjet e trupit gjykues. Do të fillojmë me pyetjet e gjykatësit Metro, që është në të djathtën time dhe në të majtën tuaj. Gjykatësi Metro, mirëmëngjes ambasador. Mirëmëngjes. Pyetje. A ju kujtohet që ju bëri pyetje mbrojtja e thatësit lidhur me qëllimet e UÇK-s dhe si kishit ju kuptuar ju qëllimet e UÇK-s, objektivat e UÇK-s? Përgjigje. Nuk më kujtohet më kem pyetur për objektivat e UÇK-s. Diskutuam pikpamjet e mia dhe që unë mendoja se UÇK-ja donte pavarësinë e Kosovës dhe rolin e tyre në këtë proces. Supozohet se ka marrë pjesë në procesin e lirimit të disa të burgosurve, gjendet e përcaktuar në dosjen gjyqësore në kundërshtim me pretendimin e mbrojtjes së thatësisë. Unë dua të trajtojmë bashk këto objektiva, qëllime dhe kush i ka shprehur publikisht këto qëllime. Po do ju bëj një pyetje tjetër. Nëse UÇK-ja si organizat kishte disa qëllime politike, atëherë sigurisht që kishte persona përgjigjës që duhet i materializonin këto objektiva, apo jo? Përgjigje. Po, është logjike. Pyetje. Aso kohe, kush ishte në UÇK? Kush ishte përgjigjës në UÇK që t'i realizonte këto objektiva? Përgjigje. E kemi diskutuar këtë, unë mendoj që zoti Krasniqi është shpallur publikisht si zëdhënës si UÇK-s, pra ishte personi që i bënte të ditura qëllimet.